Alem dhe mundohem të jem sa më i mirë në ibadete e gjëra tjera, por më lindin thot dyshime si të mbrohem. I ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam këto gjëra në hadithin e tij që shejtani vjen edhe thot kush e krijoi kët, kush e krijoi atë, kush e krijoi gjën e tretë, katërt, në kështu me radhë derisa të vjen edhe thot po Allahun kush e krijoi. Thot kur t'ju vjen mendime të tilla, thjesht largojeni vëmendjen nga ai mendim, filloni me mendu diçka tjetër. Sa të vjen mendimet të kësaj natyre ose të natyrave që në parim duken të janë kufër, përderisa ti i refuzon, nuk i pranon, nuk i konsumon, thjesht thua astaghfirullah ose la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, edhe çan mendjen diçka tjetër, mos u tut. Domethënë këto janë lojnat shejtanit që ty të shtin pastaj me thonë çka i të minuti për Zotin, ku për ty, ti në xhehenem ki me shku. Zban dhe ti fillon mu demoralizu. Njoni po më pyet dje, thot une po më shkon mendja se e gjend mundën mu me mnimu. E ke parasysh? Thjesht kjo është e vezvesen nga shejtani që ty pastaj me çkatru besimin tan. Kur ndodhin këto dyshime, ti fillon me qesh. Thuaj nuk i ha forrat e tua, o shejtan. Edhe pse në këto dyshime une prapë besoj Zotin. Edhe i thua Allahut ja Rab, niman, për derisa ti nuk i pranon, nuk pajtohesh me këto mendime, mos u tut. Në momentin që i lën anash pa i shti siklet vetës, e dije që je në rregull, edhe shejtani një herë, 2, 3, 100, 200, e shet që sfidhezin dyshimet e tilla të lën. Kretë njerëzit kalojnë, edhe na kemi kaluar në për situatat të tilla kur kemi qenë të ri. Prandaj mos u tut. Absolut. Alhamdulillah. Allahu e di se ti nuk i don këto mendime, edhe nëse të vinë, edhe më të këqijat nëse janë ata. Edhe më të poshtërt nëse janë ato. Se vllai gojle. Zoti është me ty, ta di zemrën tonë edhe të ndihmon.